tuazve të mija të preferume realisht të këtij formati. Lena Berisha është studio, Lena shumë knacimit po është studio. Gjithashtu gjithmonë knacimit. Pjesë e diskutimit tonë është edhe një ish banor, MC Beka është në lidhje direkte. Beka, përshëndetje, gjithmonë knacimit pos. Përshëndetje klan Kosovës komplet atje. Beka po na lajmërohet nga Ulqina, nëse s'gaboj. Sakt, me plot diell, shumë xet, bukur. I lumit të Bek, mirë, po flasim, po kthehemi pak në temë. Po më dje projmin Lenë, çfarë ka bëu për shtypje realisht brenda projmit djeshëm? Qëta që ka njësë mu bo boring krejt, s'po lenë më shumë për shtypje asë një ngjarje. Dyqysh ka përsëritën të në kohën, nuk po ka diçka të re që po na japin, për pas ato bërtimat gjithë cili ma shumë se tjetëre. Pak, ja ka njësë me më dëshpru lojtarët, ja ka njësë mu hargju, po më do këtë se ka nevoj me që një hyrje të re që jep zjem shtypje. Cila lojtare, në fakt, ja ka njësë me të do këtë shto? Po për shumë Alba po shumë e përsëritshme. Për para në gjallë ke pak nëjë dinamik, nëjë debat, tash po dhe u bojë njejtë, kështu që nuk po jep diçka, më ndi kush i tërfjolla, po bërtet shumë, ndërkohës po thot kur gjo, po bot nervoz për kur gjo heq edhe në fund po kthej si kur bërtiti pak para 2 minutave. Po janë në përgjithësi që shtë të përsërit. Ndërkohë që këta lojtarët e mi të preferum lundrimi kryesisht edhe Klodi që e luin lojën tamam që shduhet. Ajo Eliona, do me thonë, ma nuk e di që ka të bu. Lundrimi bëlli përsërit, valla, u knaq. Nuk e di a u shku në kompeticion vallë. Po ideja është kur s'ki që ka bën, të lëshoj muzikë të kime këty. Unë e kam tipin që ashtë të përshamu kërë ndi muzikë, s'me me nejtë. Po, na të e kjidhe një farë tipi analitik, shtë Lenë, se këmë vrej që i analizën senet, do këtë ata mrena aty ma shumë, nuk janë të hi shumë fellit në lojë. Po, dhe s'po ka në shka me lujtë ma. Feks. Bek, ty të kena marë si një monster, jo monster, po monster nga brenda shtëpis. E realisht, sa është për një me zërë mu bu bajat mrena shtëpis Big Brother, ty si personazh i Bigu? Bo, është bajat, edhe kur të proj me fol, je bajat, sepse duka veç për me fol aty. Shumë të në rasteve në Big Brother, që që këmë kuptu në fillim edhe kuptoj së është, dush me kriju veprat ndryshme, me punu, mi u bo hojnë i shpis, jo harom i shpis. Apo kuptën? Kështë haromi si pas teje? Tu kem njerëz, për shkak se s'po muj me përcjell në Malzi këtu Big Brother, s'kom para pagim, YouTube i peqet edhe projmin shumë shkurt. Une e kom kuptu që duesh mi kontribu asaj është një mrena aty në 4 ureve. Kontributi i parë, do më thonë, me punu për shpinë. Kontributi i dyto me kriju diskusione dhe me tregu nivelin e lartë intelektual të cilin e ki për shkak që edhe je thirë me prezentu diçka. Tjera janë ato provokime dhe ato sulme të cilat jëmë të i pa dhe të dëshpru dita ditës. Sulme ndaj njëni tjetërit në 4 mureve. A e kanë për popularitet, sepse publiku e dënështu, apo e kanë marë gabim Big Brotherit, se si që tha edhe Lena përshëndes dhe uroj punën e mbarë asaj kryuse, mos të harroj të them se shumë shpejt këshia të hargjohen. Une gjithmonë jëmë konë për pozitiv, të një shpejt për qafimeve të cilat jëmë i etiketum si... Për qafuës. Jo, une po... për qafuës, po nga tmimet seksuale, ku mund më konë për qafime. Të më thonë, rinia me plot respektin e tyne edhe generatat jënë të e marrë këtë fuqi mediale për me bo diçka kesh për shkak se s'kan gjotë mirë me kalzu. Kupton? Kush për shembull, në falë, Beka, nuk po dojna mi mbrojt asë njënën, po dojna mi kritiku me emër edhe mbi emër, sepse ata jënë hi me një format ku neve në lejen me full me emër mbi emër. Cili? Që kuptova une kolega e mi dashtun, që e një për jashtë, u hi me kitë informacion të mund me të kandidatve. Për shembull, cili? Në ato jëtë mira, hajde për shembull. Pse nuk të regon që ka zotë bukër, se anë për ja gjemë dhe të këshia që ja ka gjemë dërisa hi me era. Për labinot rejën e kom mua betin. Une po menaj që këtë javë, sa kom ujtë me pa une, ju në konë të friksum qatë shumë për i daljes shkurtës,
Se për shembull, ky zor fizi që ke, i ka tut qatë shumë sa që tashin ka tutën edhe më kap me u përlame një tjetrin. Okej. Unë që ato ku mujt me vrejt. Për shembull, edhe mënyrën që shpëforim një tjetrin ja ka nis me këqyr se mos rastisht pi vjen edhe një zar fizi. Edhe unë po mendoj që ja kanë fut një tutë në palc të gjithëve, që unë ka tutën me rreziku. Po mirë, sa do të më bo pak ma kreativ, mos me shku Po veç pra, për shembull, unë në qëtë beg që ka jem të pa që së të pas heq, që s'jam të pa në fakt kur gjo, është s'pe marrë asnjë lloj aktiviteti me bo bashk. Për pos të sfida që pje vllai madh, asnjë lojë nuk e bojmë bashk, asnjë nuk ulen me bëni muhabet, me qelin temë sociale që mundet me jep mësim jashtë shtëpisë dikujt ose me lani përshtypje të mirë për jashtë. Unë pisha për shembull, shumica e tyre janë hi për me ndreq imazhin ndërkohë që unë të dal të rrym prej atyhet. Për shembull, rast konkret ke shkurta që dojnë. Labi, realisht... Po, labi, për shembull, labi, pra, me të regoj një histori të vetëm për motrën e vetë, që ke histori shumë e prekshme edhe që është histori që shumë është në shëshnin tonë. Edhe dorën zemër që aty krejt shtëpia ka të regu ftyrën e vetë. Në historinë e labit, forma që shënsil shtëpia gjatë kohës që labi e ka të regu që atë histori, personalisht nuk jam base për me komentu, po më kalon shumë e dëshiru për empatin që e kanë ata, idenë, kulturën, ama ideja është, vjen me një moment një njëri që për shembull, automatikisht ty nuk të jep asnjë lloj ndjesie, as për mirë, as për keq. Për shembull, unë të e këqyr për jashtë labin, më fal, ama çat ndjesi ma ka thonë. Unë u ndisha shumë keq për historinë që e kallëzojke. Ndërkohë që unë isha me pikpyetje në krye auto e thon vërtetën. Unë nuk ja di jetën e tina personale. Po çat shumë ka rajt, dhe çat shumë ka bë manipulime mbrana, saqë mu nuk, ndërkohë që më vike keq për një histori për motrën e vetë, nëse u konë që ashtu historia se nuk e di. Okej, mu më vike shumë keq që ka përjetu motra e tina, edhe familja e kësaj qikës. Mirë po, prap se prap, labi si lab, e ka shfaq vetën atë lloj forme, sa që ty mujt me të ardha shumë keq për tina. Pa e pa dhe mesazhin që ja dërgoj vetë motra e ti labit. Po e pash. Realisht, edhe vetë ajo i tha që lej ofendimet. Që i bjen, që atë shumë ka bëj ofendime gjatë ty në ditëve, sa që nuk ka lon me pas empati kërkush për ta mo. Po, a mendon që labi mundet me kështy atë rotën e fatit, themi, ashtu duke marrë parasysh se Bek nuk e di nëse njëti jashtë labi në trezën, por realisht informata që na vim prej jashtë, është se është një person i këndshëm realisht. Nuk është ky labi i cili është Big Brother jashtë. A është e vërtet kjo, apo nuk është e vërtet kjo që po themone? Nuk shohën e gjotë keqe të e njeri, po në raport me mu është këtë okej. Zdi në raport me tjerë qëfar është. Po dhe po tash përsa unë si publik që nuk e nja? Ama po du me thonë, a është që ta është koha, me qenë së është një prej banorve i cili ju shkon nerva krejtve aty, a është koha me të regu që atë labin që e njeh ti për shembull, Bek, jashtë? Për besë unë nuk kumë po kesh të labi edhe në Big Brother. Okej. Ajo është të lujt loj. Beka, që kështë fix, që kështë dalimi i analizës që bën një lojtar që është brenda Bigut, sepse te din sakt loja që është. Mos harrojmë një sen, nëse fillon me qenë negativ për ata antarët aty, mos harroj që adhuruese aty të tjerëve do të votojnë për me qitë jashtë. Kjo është shumë e keqe për ta. Kupton? Po, ama e patën rastin të shkurtja, kur votuan se cilin banor dëshirën të alargonin nga shtëpia dhe labi fitoj këtu, shkurtja doli. Po jo, shkurtja nuk u konë me labi. Në votën reale, ato të cilin, që pëse do me bo komparasim në ato mrena, mos harroj që ekzistojnë kampanjat ndryshme, jashtë formatit, që punojnë për individin e caktuar mrena. Okej, Beka e din çka flet. Lerje, votash, numrash, telefonash, ato krejt jam punu, që është për Big Brotherit parë. Bohemi real tash këto. Mire me vesh. Pra, ti po thu, Bek, që mund është me pas një fan base të organizume me të votu në qatë formë që nuk mund me nëzirë ashtë palidhje. Unë të shkallëzoj që për Big Brotherin e parë në VIP Kosova, mu ka ofru për 4 vetë, ka 5 euro mbushje me votu për dikan. Okej. Po kjo është qështë... Adin, mos të qëre, po të regoj, na du të me të regu kualitetet larta, intelektuale, shpirtnore, të publik qëfare jem, se neve në njojnë si mikprica dhe zemër mirë. Në në Big Brother nuk e kemi atë format. Po e pom edhe, kur jena temi... Qka shohune të mirë është diversiteti rajonal, jashtë kufive të Shqipnisë. Kemi të thonë Macedoni,
kemi Kosovë, kemi Shqipni, kemi, a i të kuptu, po foli për atë Shqipnin e madhe, apo kuptoj, mu që kjo më pëlqen, po mos harroni që nëse është Big Brother VIP Kosova, do të mi pasë edhe nacionalitetet tjera që s'ti kemi. Kjo është diversitet shumë i rëndësishëm për këtë shtet i cili mban shumë nacionalitetet tjera. Kjo kishte qenë edhe ma interesant. Për ata po thomë, nuk po kjo është për një aplauz të madh që po bjen Big Brother VIP Kosova të Fareli. Por, çka unë e shoh, me sytë e mi, tu i njoft aty, unë e një arditin shumë mirë, kave të vogla, e deri në lidhje familjare, kupton? E një Fjollën, e një Lobin, e një kush është tjetër more që... Po ne, një krejt, Bek, kush nuk një aty, Bek, realisht, unë para se me linë të i famë shumë, kush nuk një aty prej skenës, ka nuk e një aty? More, une po e një edhe disa, unë po thëmë, tu i njoft edhe tu i pa aty më rënda, nashta mu pak më vjen rënë, kupten? Vjen rënë, tu i pa se ata duhet me do mos me lujt një luj, e cila është organizu mrena. Jashtë e kanë shpirtin e mirë e bardhë. E vërtet është kjo, e vërtet. Punë është më bajt shpirt bardhë mrena. Se puna e qati veprimeve të cilat dhe në Big Brother është e planifikume edhe për me, kër e kumë pa që njëni me tërit në s'pëllidhen. Ku bone, ku bo emision të mëngjesit. Po, e qartë. Pra, ona pozitive. Lena... Ku me po me më hishtë tash Lena në muhabet, unë e nali muhabetin. Se kam, faktikisht që kjo për nga bungon. Kërkush rend, kërkuj tjetërit sot tu i dhonë me bisetu, me këqyrë qatë anën e ti. Për shëta kemi edhe mangësit më dhoja, s'po mujna me marrë vesh për individin më nëna që është. E qartë. Len, për shambull, nga kjo që po thot Beka, që është prekuptojnë, sepse u ledhët e një personazh, atër për nga dhe labi ko ka lojtarë. Po, në fakt, është lojtarë, se une nuk e njofë për jashtë, po imazhin që ma ka kriju mu që nuk e njofë për jashtë, që shë një te edhe që shë një fë Beka, unë për veti personalisht e kumë kriju një përshqipje te për të keqe për ta. Prej ditës parë që u fut mrena. Kur jena të kënë minimet, kjo i pështoj, kjo i fundit të që di, cilë të janë banorat që rrezikojnë mas shumë të medalë. Si pas te e... Në minimin që është shtash, mundet me rrezikua dhe labinoti ri, po, unë përmenaj që Bia e ka radhe në kësa hire medalë. Bia? Po. Pse Bia? Pse Bia, se nuk ka që ka me jep, mo. Bia ato që u hini me jep edha, është sërvej për njerëz që ka ndosh me po në atë lejforme, e ka kryt vetën, muhabet me bo nuk ka që ka bën muhabet, ajo se mas pari mu nuk më do këtë asë që është shumë empret me mend që me pas diçka me... Mu më do këtë pa interesume me mësu gjuhën pa, a gjytote Dona James, qëfar për parimin gjuhën Shqipe ka bo brenda formatit, është e jashtë zakon? Mas pari ti kur dojnë me mësu gjuhën, para prakisht ajo do është paka shumë, edhe pse, o menoj që ajo e kupton shumë mirë gjuhën Shqipe. E kupton shumë mirë, po thjesht u ka alun qatë loj. Po ajo loj u ka penalizan, që asë nuk pelen me him me debat me dikon, ajo kritë debatin që e ka qake. Të në kone e thot që të fjallë, që i bjanë, të në fundit kur gjë si ka thu. Do me thonë, edhe publiku, të sendet e këqia, kryhen shumë shpejt. Edhe publiku ngejën me të sendet... Kur u konë serioze nana e Benitës, kër e ka thirë me dalë Benitën jashtë bigut, a mesajën që e dje? Të nana e Benitës... Kur ka folë drejt? Unë menoj që... Kër i ka thonë një me smut, dësh me daljarë se më shumë keq, edhe kjo si besoj, apo dje, kër i tha mirë? Unë menoj që ajo, herën e dytë këto mesajin që e dërgoj dje, u konë ma seriosisht e ka pas qëta. Herën e parë po, ka dasht me hek shkaku i qka ka kalzu në publik që s'kam pas që i familja e vetë, lidhjen me tonin për shumë se ka ndasht, për tira sen që këmë dasht ta me thonë, shumë mirë ka ndodhë që nana e Benitës janë ndalaj me një farforme, pjesën me tonin, për arsye se baba i tonit, janë ndaloj tonit me bijan. Nëse djali jëtë nuk do me marrë një femën si kur bija, asë qika jeme si shqiptarë nuk do me marrë një mashkull që e ka një të kalume, i ka disa fëmijë edhe qështu. Do me thonë nëse këshyri mentalitetin shqiptar, paka shumë ju penga në shqiptarëve kjo punë. Nana janë ndaloj Benitës, baba janë ndaloj tonit, motra janë ndaloj labit, bekë, po më do këtë, e ronë që tu personajë dhe kalzu që familjarisht në begë. Nashta kishte qenë mirë një porosi kështu komplet produksionit sa i përket Big Brotherit një urime. Po, sepse jemi kretë në fundë. Leti shtim me punu ma shumë, se tu nejtë është dritë në ledhet. Kështu që kur punojnë lodhës, menojnë fort njëni tjetëj. Së është ide e keqë kjo Beka. Len, që e kështë thonë për fund, realisht, qka pretë për fund? A ka mundësi mu bu një lidhje e remra në qaso është? Për momentin jo.
Nuk menoj, pavarësisht që kjo alba është të pritë dhe të mendu që me këtë ludon, mundet me pas diçka, por nuk e besoj kur, se ludo përpos që u ka shfrytëzon që ato qka ka kriju alba mrena, sens ka me pas ma shumë me ta, po lidhje tjetër nuk shoh që mundet me pas mrena. E qartë Lenë, shumë faleminderit, kena me pas në atësim, besoj që të njëta tema me diskutu edhe në vitin 2026. Bek, shumë faleminderit që është me ne, edhe me ty, e lajmë një takim 2026. Producentit shumë. A di qa problemi, sot e ki kohën ma të gjatën se mungon producente. Mira të Beka. Morëm se edhe njëjt, zjedhjet që ashtu Big Brother i ki njëjt. Faleminderit që ishe me ne, Beka. Lena dhe njerë, shumë